Po, gjithë. Se këto hoxhallarë të ndërru thanë goxha. Edhe unë nuk do t'ju lodhi, pa unë mufshë me gjeti mënyrë që t'ju gjallëroj pak, sepse gjumi është pak I lezeshëm në shumë. Edhe lodhi jemi si ju si në gjithë ditën, por besoj se do t'na I boni Allah të minute se për Zotin I kemi për ju. Edhe kur betohem Zotin, sot qëlloj dhe ditë e gjumë dhe miftive, tha që edhe mu më qëlloj me qenja ja 100 km largë sot, në I malësi Tiranës, në Vilës. Mësafirisht ati ka jo gjami, e kalu mirë u knaqë. Zot ju bekoht, ju thatë goxha, por ngeli diçka për mu, nga ona historike po flas pak. Ne na duhen ja 2-3 gjona për të shkuar në xhenet. Jo mo. Disa vëllezër shkuan, Zoti I bekoh, po inshallah ato që ngjoni ju do t'ja tregoni atyre. Se kanë rëndësi të madhe. Po sa rëndësi kanë? Mund të qelloj që njëri për jush mrena 1 minuti më shkuan në xhenet. Në qoftë se këtu ka I djalë beqar sonde, mrena 1 muaj shkon në xhenet, martohet, bëhet edhe pronar. Në qoftë se këtu ka një nga vajzat beqare, dhe një gjënë sonde këtu, mrena 24 orësh, martohet dhe shkon në xhenet. Përveç të duhen një 2-3 gjona dëvogla. Në fakt të janë të mëdhoja, ama, si të them janë themeli. Ju e shifni këtë. Kredaj inxhinieri jetë në vete ka harxhu për themelin. Se pas pak themel, del bash. Që do me thonë me dal bash? Hyn xhami, dil për xhami. Si që ka hynë ka 10 vjetë, që ashtu I asi ndryshim. Por Allah, a ke ndryshu në pak, duke pas themel librin e Zotit dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A delet jenë qytet, e dohen 10.000 euro bërsh. A ti japin? A ti japin? A të besoj? A je djaliri I pa martohu dhe dele kërka për një vajzë? A ta japin? Po të refuzun, shif se ke probleme. Hasan al-Basriu të Allah e mëshirof, I kanë shku 10 persona. Njoni se në gjënë dhe gruja. Tjetëri kishte djalin e prapë. Tjetërin e gjujtëm shelba e lopa ku shkujtë të emela e gruja atje. Ku dy ma plotë si dilte lek njonit, s'kishte rreth. Kërkoni falje Zotit, kërkoni falje Zotit. Të 10-ve I ka thonë shkoni kërkoni falje Zotit se keni probleme. Unë pa vazhdoj pak ke gjyshin. Para se të shkoj ke gjyshit, do të tregoj historinë e gjyshit se si e beson të gjyshi im Kur'an. Madhështore. Rahmetliu ka qenë 14 vjet ushtar me Asmallet. Duke filluar nga Shkupi, e deri në pjesë periferike të Athinës, gjithë Greqinë, ka qenë ushtar 14 vjet. Ishte bon me ja kalu hoxhës. Besimtar me borni. 7 vjeçarin e dytë shkoi për vllahën. Te vlla dhe I martohu dhe do shkojnë ushtar se janë beqar. Të shte vjej, I marrë gruan e tij vllajt vet. Sa të hiki ky për shpejm, a I tha rreti të shte, do shkoj t'i veshën, se do shkoj që se s'ban. Me mbroj që këtë fe, për Zotin. Këtë fe që I sot tu. Me mbroj që këtë xhami, ku e ke këtu sot? A dini sa venem Shqipërinë e ke kryqin e të s'ke këto? Po kush e bani këtë? Që ata që kanë lënë rreshtë dhe për që këtë la ilaha illallah. Për që këtë islam të rahatshëm, ishin beteje që I përmenin Miftiu, kush I përmenin gjitho, në Hud, në Hunain, në Bedr, vdekje prorse, zhdukja Islamit ka qenë përgatit. Që ne jemi rahat së tu, më freskët në tapet, s'pe në gjaj valajse. Që ata që ka thonë mëram ka për thonë, jo, nuk janë të mëramshur. Edhe gjyshi rahmeti pas shpirë. Qërë thotë Allahu më përpara? Dhalike il kitabu la rejbe fi. Ky është libri që s'ka dyshim në te. Në qofë se te arrin, është Zotë më zaro. Qofë se te arrin me besu në këtë libër që ky është I saktë, është I pa dyshoshëm, është fjala e Zotit, I zbriti pejgamberit nëpërmjet Xhibrilit, është I pa ndryshueshëm, ti ke fitu. Këtë këtu është puna. Dhe kur jemi këtu, vetëm një minutë do t'ju tregoj historinë e një gruaje.
se cilës i vdiq burri. Edhe kishte i djalë. I ladhe ca leka, i shoqi, tha këtë djalë do ta shkolloj. Edhe e çon me një përdije dynjas, të një shkencëtar i madh. Thot që flonit, që lek vetëm ma mësojsh mirë. Shko ati, një vit. Pasha zotin ka nësit madhe. Kretë që këto që rejnë që zven tu, kjo është problemi kretë. Pra problemi para se nuk besojnë se kjo liber është i saktë prej Allahut xhallahu. Ja ka ngulit shejtani, edhe problemi dytë se u shohin ju, në shohin ne. Hoxhallar thot, i kam para të zonë xhami dhe janë bërë copash. Ata besimtarë thot, hecët të mushtrenin si ata që shkojnë në xhami. A gjeros mashtros thot, të rrejt, lahu sa të dosh nga ta. Kjo e problemi dytë. Shko atje masiviti, shko e oma. Si do këtë thot, mere i thot se s'do as leka si qonë. Djalë ma të pa marrë vesh thot, kom kalu me qindrë student, si kjo s'kom pajtë. Po qërë kishtë më thot, orë s'merë vesh. S'do as leka si qonë. Edhe niset e mërë të dalë këtë dera tu, e këthe dhe i herë kjo shkencëtar. Në gjorë djali thot. Qatë kom thonë ka i vjetë thot, jenë kretë sakta. Ky si kur vjen men kështu fiqërot. Or të i thot, o zotni në ruër profesor, thot, këta të ma kishe thonë, thot, që në fillim. Shife si në ka paralemru Allahu xhallahu në fillim të Kur'anit në surë ke Bekare, dhali ke el kitabu la rejbe fi, o dash, o pejgamber, kalzojo, se kjo s'ka dyshim. Edhe, kjo është e para, dhe më të besojsh, se s'ka dyshim të. Ku delin më takine, është ullëzim për të devoshmit, e ledhine ju minune bilgajt, ata i besojnë të mqeftës, kretë mqeftër. E kënë që si në thonë ne, tha, për qërë do folë që hoqë, tha, qërë do një, tha, a do një për të ahiretit, apo për të dënjas? Na folë për të dënjas, ose për e ne s'ka arë një ditë. E Allah. A shimi? Për të dënjas, dhe ne s'ka arë një ditë, me në kalëzur ne. Besimtar, ne? Pse? Pësë është i binë s'ka thëmen, atëre si mund t'i kalëzojsh ati, qa është agjerimi, qa është ne, absolutisht. Asi gjohë s'kuptan. Edhe, vjen gjyshi të Shtera Ahmeti pas shpirti. Edhe i thonë komunistat. Në gjoj thonë, pse nuk e merë gazet? Ka qenë rregull me marrë gazet. Se televizion nuk ishte për radio dhe gazet. Propaganda antifetare. Thot, nuk e marrë, nuk e do gazetin, thot. Do ta marrësh me forcë, thot, me dy dërim, po se dori, thot. Po çfarë do ti, thot? Unë do Kur'anin, thot. O? Po mirë, thot, Ahmeti pas shpirtin, shkollë deri në ditë kiametit. Bindje deri në ditë kiametit. Po Kur'anin duhet, thot. Po pse, thot, pse është më nalt Kur'ani, thot, sa gazeta janë? Gazeta në verit që ka për Leninin, për Stalinin, për Marksin, për Macedonin e gjitha të qafirët që mashërimi i ka kalu të gjithë. Tha në gjojtë, shkova i ditë, thëmë nevejtorët në Tiranë. I thot gjyshi, po, e në shofë dhe gazetat e juja, njërët ishim shi me gazetat. Shko kontrolloj banja, thë nëse shef në i Kuran, thë gjam shi kush më te. Gjagja tha, ti më s'fëll ma, tha, shko më shpëri, më se merë gazetën, se në hape punë të madhe. Shko shifni, thë se gazetat, më shihe njerëzit, tha ti. Kurse me Kuranin tem, tha, 5 herë në ditë do t'i lash dorë të kur t'a preksh me dorë. Elhamdulillah. Të që maru me gjyshi, vim këtë bindje Gjaj. Gjaj ishte 19 vjeç. Edhe kërkojnë ushtarë në kohët zogu.